Me një kuti të vjetër letre, të fshehur në thellësitë e një arkivi privat në Beograd, u gjetën letra që askush nuk duhej t'i lexonte kurrë. Zarfet ishin të verdhur nga koha, po shkrimi ishte i qartë. Do shkrimi i njohur i Bekim Fehmiut, aktorit që e bëri Shqipërinë krenar në skenat botërore. Por këto letra nuk ishin për publikun. Ato ishin drejtuar një djalit të ri, një emri që asnjëherë nuk u shfaq në biografitë zyrtare, një fytyrë që asnjëherë nuk qëndroi pranë tij në ceremoni. Për 25 vjet, Bekimi mbajti këtë sekret si një ark të mbyllur me 7 kyçe. Pse? Çfarë e detyroi një bull kaq të hapur, kaq karizmatik, të fshehë një pjesë kaq të rëndësishme të zemrës së tij? Kush ishte ky djalë që Bekimi e mbrojti me heshtje, edhe kur heshtja e hante nga brenda? Sot, për herë të parë, ne hapim këtë kuti letrash dhe zbulojmë një histori që nuk është skandal, por një akt dashurie kaq i thellë, saq vetëm një njeri me zemër titanike mund ta mbante të fshehtë. Ishte fundi i viteve 60 dhe Bekim Fehmiu po ngjitej në majat më të larta të karrierës së tij. Emri i tij shkëlqente në afishet e Jugosllavisë, Italisë, Francës. Ai ishte bërë fytyra e re e kinematografisë ballkanike, një odise modern me sy të zjarrt dhe një prezencë që mbushte çdo ekran. Por pas skenave të shkëlqyera, pas ovacioneve dhe ftesave në festival ndërkombëtar, ekzistonte një botë tjetër, një botë që Bekimi e mbante larg reflektorëve, larg gazetarëve që e ndiqnin çdo hap. Në atë kohë, ai ishte i martuar me Brankën, gruan që qëndroi pranë tij në vitet më të vështira, gruan që e dinte se çfarë do të thoshte të jetosh me një njeri që i përkiste më shumë botës se sa shtëpisë. Por edhe Branka nuk e dinte gjithçka, sepse në një qytet tjetër larg Beogradit, larg Prishtinës, jetonte një grua që mbante një sekret, një gjallë të vogël me sy që i ngjasonin shumë atyre të Bekimit. Historia fillon në vitin 1963, kur Bekimi po xhironte një film në Sarajev. Ishte një periudhë intensive, ditë të gjata në set, net të shkurtra gjumi dhe një presion konstant për të qenë perfekt. Por në mes të këtij kaosi, ai takoi një grua që ndryshoi gjithçka. Ajo quhej Amira, një asistente në prodhim, e heshtur, e rezervuar, por me një bukuri që nuk kishte nevojë për fjalë. Nuk ishte dashuria me zhurmë, me premtime të mëdha dhe deklarata publike. Ishte diçka më e thellë, më e fshehtë, një lidhje që lindi në heshtje dhe që duhej të mbetej në heshtje. Sepse Bekimi e dinte se bota nuk do ta falte. Bota e tij ishte ndërtuar mbi imazhin e familjes së përsosur, të martesës së qëndrueshme, të burrit që i përkiste vetëm një gruaje. Por zemra njerëzore nuk ndjek skenar. Ajo shkruan historitë e veta, edhe kur këto histori duhet të fshihen. Amira mbeti shtatsan në pranverën e vitit 1964. Kur ja tha Bekimit, ai nuk i ku, nuk e mohoi, nuk e detyroi të zgjidhte problemin në heshtje siç bënin shumë burra të tjerë në atë kohë. Përkundrazi, ai u ul përballë saj dhe i tha: "Ishte një vendim që do ta ndjek për gjithë jetën, një vendim që lindi nga dashuria, por që u mbaj gjallë me fajsi." Bekimi organizoi gjithçka. Gjeti një shtëpi të vogël në periferi të Sarajevës, larg syve të gazetarëve. I siguroi Amirës një jetë të qetë, pa u dashur të punonte, pa u dashur të shpjegonte asgjë. Dhe kur djali lindi, në një mëngjes të ftohtë të dhjetorit, Bekimi ishte atje. Nuk ishte në gjimnastik, nuk ishte në set. Ishte në atë dhomë spitali, duke mbajtur në krah një fëmijë që zyrtarisht nuk ekzistonte. E quajtën Emir. Një emër i thjeshtë, por i mbushur me kuptim. Bekimi e vizitonte sa herë që mundej, natën, kur askush nuk e priste, kur askush nuk e ndiqte. Hinte në atë shtëpi të vogël dhe për disa orë ishte thjesht një baba. Luante me djalin, i leconte për ralla, i premtonte një të ardhme më të mirë. Por çdo herë që largohej, e dinte se po linte pas një pjesë të shpirtit të tij. Çdo herë që mbyllte derën, e dinte se po zgjidhte mes dy botëve, botës që e adhuronte dhe botës që e donte. Dhe çdo herë zgjidhte heshtjen. Jo sepse nuk e donte Emirin, por sepse e donte aq shumë saq ishte i gatshëm ta mbante të fshehur për ta mbrojtur. Vitet kalonin dhe Emiri rritej pa një baba zyrtar. Në shkollë ai thoshte se babai i tij punonte jashtë vendit. Miqtë e tij nuk pyesnin shumë. Në atë kohë shumë familje jetonin të ndara për shkak të punës, por Emiri e dinte të vërtetën. Amira ja kishte thënë kur ai ishte ende i vogël, sepse nuk donte që djali të mësonte nga të tjerët, i kishte thënë ajo. Emiri e kuptoi, ose të paktën u përpok ta kuptonte. Por si mund ta kuptosh plotësisht kur je fëmijë? Si mund të pranosh se babajut që të sjell dhurata dhe të përqafon me aq dashuri, nuk mund të ecë me ty në rrugë? Si mund të pranosh se ti je një sekret? Bekimi shkruante letra, shumë letra. Çdo muaj ai i dërgonte Emirit një zarf të mbyllur, plot me fjalë që nuk mund t'i thoshte me zë të lartë. Në ato letra, ai i tregonte për filmat që po xhironte, për vendet që po vizitonte, për njerëzit që po takonte, por më e rëndësishmja, ai i shkruante për dashurinë që ndjente.
Emiri im I dashur, fillonte çdo letër. Edhe sot mendova për ty, edhe sot u luta që një ditë të mund të ecim bashk, pa frikë, pa fshehje. Këto letra ishin gjithçka që Emiri kishte. Prova e vetme se baba I tij ekzistonte, se ai nuk ishte një fantazëm, se dashuria e tij ishte reale. Ai ruante ato letra në një kuti metalike në krevat, dhe çdo natë para se të flinte, lexonte një prej tyre. Ishte rituali I tij, mënyra e tij për të ndjerë se nuk ishte vetëm. Por bota e bekimit po bëhej gjithnjë më e komplikuar. Karriera e tij po arrinte kulmin. Ai po luante në filma ndërkombëtar, po punonte me regjisor të famshëm, po bëhej një ikon. Por me famën vinte edhe presioni. Gazetarët e ndiqnin kudo, çdo lëvizje e tij analizohej, çdo fjalë e tij interpretohej. Dhe bekimi e dinte se nëse e vërteta do të dilte, nuk do të ishte vetëm karriera e tij që do të shkatërrohej, do të ishte edhe jeta e Emirit. Djali do të bëhej një skandal, një titull gazete, një histori që njerëzit do ta diskutonin në kafene, dhe bekimi nuk mund ta lejonte këtë. Kështu që vazhdoi të heshtë, vazhdoi të jetoj dy jetë, njëra në dritën e reflektorëve, tjetra në errësirën e fshehtësisë. Në vitin 1972, Bekimi mori një vendim që do ta ndiqte përgjithmonë. Ai vendosi të largohej nga Jugoslavia dhe të shkonte në Amerikë. Ishte një mundësi e madhe. Hollywood po e thërriste, rolet po I ofronin, ëndra po bëhej realitet. Por kjo do të thoshte se do të ishte edhe më larg nga Emiri. Do të thoshte se vizitat e tij të fshehta do të bëheshin edhe më të rralla, se letra do të voneshin, se lidhja e tyre do të dobësohej. Natën para se të largohej, Bekimi shkoi për herë të fundit në atë shtëpi të vogël në Sarajev. Emiri ishte 8 vjeç tani, një djalë I zgjuar me sy plot pyetje. Ku do të kthehesh baba? Pyeti ai. Bekimi e përqafoi fort, aq fort sa djali mezi merrte frym. Shpejt, gënjeu ai, shumë shpejt. Por të dy e dinin se kjo nuk ishte e vërtet. Të dy e dinin se kjo ishte llambtumir. Në Amerikë, Bekimi u përposhtë të ndërtonte një jetë të re, por çdo sukses që arrinte, çdo rol që luante, çdo ovacion që merrte, ndjehej zbrazët. Sepse në fund të ditës, kur hiqte maskën e aktorit dhe mbetej vetëm me veten, ai mendonte për Emirin. Mendonte për djalin që po rritej pa të, për djalin që po mësonte të jetojë me mungesën e tij. Ve çdo herë që mendonte për këtë, zemra I coptohej. Por çfarë mund të bënte? Si mund të kthehej tani pas kaq vitesh heshtje? Si mund t'ia shpjegonte botës se ai kishte një djalë që kishte fshehur për vite? Nuk kishte përgjigje të lehta. Kishte vetëm fajsi, vetëm dhimbje, vetëm një dashuri që nuk mund të shprehej. Letrat vazhduan. Edhe nga distanca, edhe nga kontinenti tjetër, Bekimi vazhdoi të shkruante. Por tani letrat kishin një ton më të trishtuar, më të dëshpëruar, shkruante ai. Këto letra ishin konfesionet e tij, lutjet e tij, mënyra e tij për të mbajtur gjallë lidhjen që bota nuk e njihte. Por sa kohë mund të vazhdoj një sekret? Sa kohë mund të mbash një dashuri të fshehur para se ajo të gërrije nga brenda? Bekimi po e ndjente peshën e kësaj heshtjeje. Çdo vit që kallonte, ajo bëhej më e rëndë. Çdo letër që shkruante ndjehej si një lutje për falje. Dhe çdo herë që dëgjonte për Emirin, se po shkonte mirë në shkollë, se po rritej I fortë, se po bëhej një djalë I mrekullueshëm, ai ndjente një përzierje krenarie dhe pikëllimi. Ishte krenar për djalin e tij, por I pikëlluar se nuk mund të ishte pjesë e jetës së tij. Ishte një baballar në hije, një figurë që ekzistonte vetëm në letra dhe në kujtime të fshehta. Në vitin 1983, Amira u sëmur. Ishte një sëmundje e rëndë, një nga ato që nuk falin. Bekimi mori lajmin përmes një telefonate të koduar, një mik I besuar që e mbante të informuar për gjendjen e Amirës dhe Emirit. Ai donte të fluturonte menjëherë, të ishte atje, të mbante dorën e gruas që kishte mbajtur sekretin e tij për 20 vjet. Por si mund të shpjegonte udhëtimin e papritur? Si mund të justifikonte pse po shkonte në Sarajev në një kohë kur nuk ishte asnjë arsye profesionale? Bota po e shikonte, bota gjithmonë po e shikonte. Kështu që ai bëri atë që kishte bërë gjithmonë, dërgoi para, organizoi mjekët më të mirë, siguroi se Amira do të kishte kujdesin më të mirë të mundshëm. Por nuk shkoi. Dhe kjo vendim e hauntit për vite që erdhën. Amira vdiq në pranverën e vitit 1984. Emiri, tani 20 vjeç, qëndroi pranë saj deri në fund, dhe kur ajo mbili syt për herë të fundit, fjalët e fundit që tha ishin Emiri nuk shkoi në funeral publik. Nuk ishte funeral publik. Ishte një ceremoni e vogël e heshtur me vetëm disa miq të afërt, dhe Bekimi nuk ishte atje. Por ai dërgoi një kuror lulesh, pa emër, pa mesazh, vetëm lule të bardha. Emiri e dinte se kush I kishte dërguar, ai gjithmonë e dinte.
Pas vdekjes së Amirës, Emiri vendosi të shkruante për herë të parë babait të tij. Deri atëherë, ai kishte qenë marsi i letrave, lecuesi i heshtur, por tani ai kishte diçka për të thënë. Shkruante ai. Kjo letër arriti te Bekimi në një mëngjes të ftohtë në Los Angeles. Ai e leksoi dhe qau. Qau për herë të parë në vite, sepse e dinte se Emiri kishte të drejtë, e dinte se kishte ardhur koha, por ai ishte gati. A mund të hapte këtë kuti Pandore pas 25 vitesh heshtje? Pyetja mbeti në ajër, sepse Bekimi nuk ju përgjigj menjëherë. Ai mbajti letrën e Emirit në sirtar, pranë të gjitha letrave të tjera që kishte shkruar, por kur nuk ishte dërguar. Letrat ku shpjegonte gjithçka, ku kërkonte falje, ku premtonte një të ardhme më të mirë. Por ato letra kur nuk u dërguan, sepse Bekimi ende kishte frikë. Frikë se si do të reagonte bota, frikë se si do të ndikonte te Emiri, frikë se 25 vjet heshtje nuk mund të shlihen me një letër. Kështu që ai vazhdoi të heshtë, dhe heshtja vazhdoi të gërrien. Por sekretet nuk qëndrojnë të fshehura përgjithmonë, dhe kjo histori, kjo dashuri e fshehur, kjo sakrificë e heshtur, ishte gati të dilte në dritë, sepse Emiri kishte vendosur. Ai kishte vendosur se nuk do të jetonte më në hije. Ai kishte vendosur se ishte koha që bota ta dinte të vërtetën. Por çfarë do të thoshte kjo për Bekimin? Çfarë do të thoshte kjo për trashëgiminë e tij? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të thoshte kjo për lidhjen mes babait dhe birit? Një lidhje që kishte mbijetuar 25 vjet heshtje, por që tani po vinte në provë. Përgjigjet ishin duke ardhur, dhe ato nuk do të ishin ato që askush priste. Në një zysh të vogël notariale në qendër të Beogradit, në vitin 1991, u hap një testament që askush nuk e priste. Notarja, një grua e moshuar me syzete varura në majtë të hundës, lecoi me zë të lartë emra që të gjithë i njihnin: branka, fëmijët zyrtar, pronat, të drejtat autoriale. Por në fund të dokumentit kishte një paragraf të shklurtër, të shkruar me doshkrimin e vet Bekimit, të shtuar vetëm 3 muaj para se ai të largohej nga kjo botë. Dhoma u ngri. Branka, e cila kishte qëndruar stoike gjatë gjithë lecimit, u bë e bardhë si gjelçerja. Fëmijët e saj filluan të bërtasin, të kërkojnë shpjegime, të akuzojnë notaren për gabim. Por nuk ishte gabim. Dokumenti ishte i vlefshëm, i nënshkruar, i vullosur, dhe emri Emir Fehmiu, që nuk ishte ekzistuar kur në asnjë dokument zyrtar, tani po shfaqej në testamentin e njeriut më të famshëm të Ballkanit. Kush ishte ky Emir? Pse Bekimi, në momentet e fundit të jetës së tij, vendosi ta njichte publikisht? Ve çfarë përmbajnin ato letra që ai i la si trashëgimi më të çmuar? Emiri mori lajmin përmes një telefonate nga një avokat që ai nuk e kishte takuar kurrë. Ishte një mëngjes i zakonshëm. Ai po pinte kafe në balkonin e apartamentit të tij të vogël në Sarajev, po leconte gazetën, po përpiqej të fillonte ditën si çdo ditë tjetër. Por kur dëgjoi fjalët kuote 18 dhe kuote 15, kafeja ju dërv nga dora. Për 28 vjet, ai kishte jetuar si një hije, si një sekret që vetëm pak njerëz e dinin. Nëna e tij kishte vdekur duke mbajtur atë sekret. Ai vetë kishte mësuar të jetojë me të pranoj se kjo ishte mënyra se si gjërat duhet të ishin. Por tani me një veprim të vetëm, Bekimi kishte shkatëruar murin e heshtjes. Ai e kishte njohur, jo në jetë, por në vdekje, jo me fjalë, por me akte ligjore. Dhe Emiri nuk e dinte nëse duhej të ndjehej i lumtur apo i tradhtuar, sepse çfarë lloj njohje ishte kjo? Një njohje që vinte kur ishte tashmë shumë vonë për të ndërtuar diçka të vërtetë. Branka kërkoi të anullonte testamentin. Ajo punsoi avokatët më të mirë të Beogradit, njerëz që kishin lidhje me gjykatat, që dinin si të manipulonin sistemin. Argumenti i saj ishte i thjeshtë. Bekimi kishte qenë i sëmurë në muajt e fundit, nuk ishte qenë në gjendje mendore të plotë, dikush e kishte manipuluar. Por çdo ekspert që shqyrtoi dokumentin arriti në të njëjtën përfundim. Testamenti ishte i vlefshëm. Bekimi e kishte shkruar me dorën e tij, me një qartësi që nuk linte vend për dyshim. Ai e kishte ditur saktësisht çfarë po bënte, dhe më e rëndësishmja, ai kishte lënë një letër shpjeguese, të vullosur dhe të datuar, ku shpjegonte arsyet e tij. Kjo letër nuk ishte pjesë e testamentit publik, ishte vetëm për Brankën. Dhe kur ajo e lexoi, diçka në të u thye. Sepse Bekimi nuk kërkonte falje, ai thjesht shpjegonte. Shkruante ai, gazetat e morën lajmin brenda një jave. Dikush nga zyra e notarit, ndoshta një sekretar i korruptuar, ndoshta një gazetar që kishte paguar për informacion, e rrjedhi historinë. Titujt ishin shkatërimtar. Fotot e vjetra të Bekimit u ripublikuan, por tani me një narrativ të re, jo më si heroj kombëtar, por si burri me dy jetë, si mashtrues, si hipokrit. Dhe Emiri,
që kishte jetuar në anonimitet për 28 vjet, tani u bë një figurë publike pa e dashur. Gazetarët e gjuanin në rrugë, kamerat e ndiqnin, pritet e bombardonin. Emiri nuk ju përgjigj asnjërit. Ai mbyllej në shtëpi, tërhiqte perdet, shkëpute telefonin. Sepse si mund t'u shpjegoje atyre diçka që ai vetë nuk e kuptonte plotësisht. Si mund t'u tregoje se dashuria e tij për Bekimin ishte e ndërlikuar, e mbushur me dhimbje dhe mirënjohje në të njëjtën kohë. Por kishte diçka që Emiri duhej ta bënte. Ai duhej të shkonte në Beograd dhe të merrte letrat. Testamenti i jepte të drejtën të hynte në arkivin personal të Bekimit, një dhomë të vogël në shtëpinë ku aktori kishte jetuar vitet e fundit. Branka nuk donte ta lejonte. Ajo kishte ndryshuar bravat, kishte vendosur rroje, kishte bërë gjithçka që të pengonte Emirin të hynte. Por ligji ishte ligj. Dhe pas 2 muajsh betejash ligjore, një gjykatës vendosi në favor të Emirit. Ditën kur ai hyri në atë shtëpi, ajri ishte i rënd me tension. Branka qëndroi në hyrje me krahët e kryqëzuar, me një shprehje që mund të vriste. Kuote 44, tha ajo. Kuote 45. Emiri nuk u përgjigj. Ai thjesht hyri në dhomën që ishte treguar. Një zysh të vogël me rafte plot libra, me afishe filmash në mure, me erën e duhanit të vjetër që ende mbante. Dhe në koshe, mbi një tavolinë të vogël, ishte kutia. Kutia me letra. Ai e hapi me duar që dridheshin. Brenda kishte qindra zarfe, disa të hapura, disa ende të vullosura. Të gjitha ishin të adresuara për to. Çdo zarf kishte një datë, disa nga viti 1964, disa nga viti 1992, pak para se Bekimi të vdiste. Emiri mori një letër rastësisht dhe e hapi. Shkrimi ishte i njohur. Ai e kishte parë në letrat që nëna e tij kishte ruajtur. Por kjo letër ishte ndryshe. Ishte më e gjatë, më e detajuar, më e dhimbshme. Kuote 49 lexoi ai, kuote 30. Emiri lexoi letër pas letre. Disa ishin të shkurtra, vetëm disa rreshta. Të tjera ishin faqe të tëra, konfesione të plota. Në një prej tyre, Bekimi shkruante për herën e parë që kishte parë Emirin, si e kishte mbajtur në krah në spital, si kishte qarë nga lumturia dhe nga frika në të njëjtën kohë. Në një tjetër, ai përshkruante një ëndër që kishte pasur. Një ëndër ku ai dhe Emiri ecnin në plazh, duke mbajtur duart, duke qeshur, pa u dashur të fshieshin. Shkruante ai, në një letër tjetër, e shkruar vetëm 3 javë para se të vdiste, Bekimi shkruante. 15 minutat kaluan, por Emiri nuk lëviste. Branka erdhi në derë, gati të bërtiste, por kur e pa atë, ullur në dysheme, të rrethuar nga letra, me lot që i rëshqitnin në faqe, diçka në të u zbush. Ajo nuk e kishte dashur kurrë Emirin. Ajo i kishte parë si një kërcënim, si një kujtesë tradhtisë së Bekimit. Por tani, duke e parë atë kështu, kuptoi se ai nuk ishte armiku. Ai ishte thjesht një djalë që kishte humbur një baba që kurrë nuk e kishte pasur me të vërtetë. Kuote 34, tha ajo me një zë të lodhur. Kuote 35. Emiri e shikoi dhe për një moment ata nda një kuptim të heshtur. Të dy kishin humbur Bekimin, vetëm se në mënyra të ndryshme. Emiri u kthye në Sarajev me kutinë plot letra. Ai nuk i lexoi të gjitha menjëherë. Ishte shumë dhimbje për t'u përballuar në një kohë. Por çdo natë ai merrte një letër dhe e lexonte ngadalë, duke u përpjekur të kuptonte burrin që e kishte shkruar. Dhe ngadalë, një imazh filloi të formohej. Jo imazhi i aktorit të famshëm, i heroitit kombëtar, i burrit që të gjithë e adhuronin, por imazhi i një njeriu të thyer, të ndarë mes detyrës dhe dashurisë, mes botës publike dhe zemrës private. Bekimi nuk ishte qenë një hero, ai kishte qenë thjesht një njeri, me dobësi, me frikra, me vendime që e haunte deri në ditën e fundit. Por ai kishte dashur. Kjo ishte e qartë në çdo fjalë, në çdo rresht, në çdo letër. Ai kishte dashur Emirin me një intensitet që nuk ishte mundur ta shprehte kurrë plotësisht. Një ditë Emiri vendosi të shkruante një përgjigje, jo për Bekimin. Ai nuk ishte më këtu për ta lecuar, por për veten e tij, për të mbyllur një cikël që kishte qenë i hapur për 28 vjet. Baba, shkruante ai, mora letrat, i lexova të gjitha, dhe tani kuptoj. Nuk të fajsoj për heshtjen, sepse heshtja jote ishte mënyra jote për të më mbrojtur. Ti mendon se bëre gabimin më të madh duke më fshehur, por unë mendoj se bëre gjën më të guximshme, sepse në një botë që nuk do të na kishte pranuar, ti gjete një mënyrë për të më dashur. Dhe kjo është më shumë se shumë baballar bëjnë për fëmijët e tyre. Ai e vendosi këtë letër në kutinë me të tjerat, dhe për herë të parë në jetën e tij ndjeu një lloj paqeje, jo lumturi, jo ende, por paqe. Sepse tani e dinte të vërtetën, dhe e vërteta, edhe kur dhemb, është gjithmonë më e mirë se dyshimi.
Por historia nuk mbaroi atje, sepse bota donte përgjigje. Gazetarët vazhduan të ngullnin, familja zyrtare e Bekimit vazhdoi të luftonte, dhe Emiri u gjend në mes të një betejë që ai nuk e kishte zgjedhur. Disa njerëz e mbështeten. Ata thanë se Bekimi kishte bërë gjën e duhur duke njohur në fund. Të tjerë sulmuan. Ata thanë se Emiri ishte një oportunist, se po përpiqej të përfitonte nga emri i Bekimit, se nuk ishte të drejtë të pretendonte asgjë. Por Emiri nuk donte asgjë. Ai nuk donte para. Ai kishte jetën e tij, punën e tij, dinjitetin e tij. Ai nuk donte famë. Ai kishte jetuar në hije për 28 vjet dhe ishte mësuar me të. Gjithçka që ai donte ishte të njihej, jo si një skandal, por si biri i Bekim Fehmiut. Dhe tani, fal atyre letrave, ai kishte atë njohje, jo nga bota, por nga babai i tij, dhe kjo ishte mjaftueshme. Vitet kaluan, dhe historia e Emirit dhe Bekimit u bë një pjesë e trashëgimisë së aktorit. Disa e shihnin si një njollë në karrierën e tij, të tjerë e shihnin si një provë të humanitetit të tij. Por për Emirin, ajo nuk ishte as njëra, as tjetra. Ishte thjesht historia e tyre, një histori e komplikuar, e dimshme, por në fund të fundit një histori dashurie. Sepse dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë. Nuk është gjithmonë e lumtur, nuk është gjithmonë e drejtë, por është reale. Dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. A mund të falësh një baba që të fsheh për 25 vjet? A mund të kuptosh se heshtja e tij ishte mënyra e tij për të mbrojtur? Apo a do të mbetesh përgjithmonë i zemruar për kohën që humbët? Këto pyetje që vetëm Emiri mund t'i përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, ai nuk është më një sekret. Ai është Emir Fehmiu, biri i Bekim Fehmiut, dhe kjo është e vërteta që asnjë letër, asnjë testament, asnjë gazetë nuk mund ta fshijë. Me një hotel të vogël në periferi të Sarajevës, në vitin 1987, një grua e moshuar me një çantë lëkure të konsumuar hyri në recepcion dhe kërkoi të fliste me menaxherin. Ajo nuk dha emrin e saj, por kur hapi çantën dhe nxori një tuf fotografish të verdha nga koha, recepcionistja e re u ngri nga kariga. Në ato fotografi shihej Bekim Fehmiu, jo në skenat e shkëlqyera të Hollywoodit, por në dhoma modeste hoteli, duke mbajtur në krah një fëmijë të vogël. Fotografia tjetër tregonte të njëjtin fëmijë, pak më të rritur, duke qeshur ndërsa Bekimi i tregonte diçka me gjishta. Dhe në fund të tufës kishte një fotografi që ngrinte pyetje të rënda. Bekimi duke nënshkruar një dokument, ndërsa gruaja, që tani qëndronte përpara recepcionit, mbante dokumentin tjetër. Tha gruaja me një zë që dridhej nga mosha dhe nga pesha e asaj që mbante brenda. A ishte Bekimi, një hero që sakrifikoi lumturinë personale për të mbrojtur birin e tij, apo ishte një njeri që përdori para dhe pushtet për të bler heshtjen e atyre që dinin shumë? Fatima u ul në një karrige të vjetër në këndin e recepcionit dhe filloi të tregonte. Ajo kujtonte natën e parë kur pa Bekimin, ishte fundi i vitit 1963 dhe ai kishte ardhur në hotel me një grua të re që mbante një foshnjë të mbështjellë në një batanie të bardhë. Kuote 40, tregonte Fatima, duke lëvizur duart sikur po rikrijonte skenën. Kuote 41, Fatima vazhdoi të punonte në atë hotel për vitet që erdhën. Dhe çdo herë që Bekimi vinte, dhe ai vinte shpesh, të paktën një herë në muaj, ajo ishte aty. Ajo pastronte dhomën pas tij, ndërronte carqafet që mbajnë erën e duhanit të shtrenjtë dhe të parfumit të huaj, hidhte në kosh letrat e grisura që ai linte pas. Por një ditë, ajo bëri diçka që nuk duhej ta bënte. Gjeti një letër që nuk ishte grizur plotësisht, vetëm e pallosur dhe e hedhur në shportën e plerave. Kureshte e mundi. Ajo e hapi dhe lexoi. Ishte një letër nga Bekimi drejtuar dikujt që quhej Emir, dhe në të ai shkruante për frikën që ndjente çdo herë që largohej nga Sarajeva. Shkruante ai, Fatima e ripallosur letrën dhe e vendosi mbrapsht në shport, por fjalët mbeten me të, ato e hauntet për dekada. Me kalimin e viteve, Fatima pa se si Bekimi ndryshonte. Në fillim ai vinte me një energji, me një shpresë të fshehtë në sy, por ngadalë ajo energji filloi të shuhet. Ai filloi të dukej më i lodhur, më i vjetër, më i thyër. Në vitin 1975, ajo e pa duke qarë në korridorin e hotelit. Një pamje që ajo nuk e kishte menduar sa do ta shihte kurrë. Ai ishte ullur në shkallë, me kokën në duar, dhe trupi i tij dridhej nga të qarit. Fatima nuk dinte nëse duhej t'i afrohej apo të largohej, por pastaj ai e pa dhe i bëri shenjë të vinte. Fatima, i tha ai me një zë të thyer, sa kohë mund të jetosh me një gënjeshtër para se ajo të të hajë gjallë? Ajo nuk dinte çfarë të përgjigjej. Çfarë mund t'i thoshte një grua e thjesht pastruese, një aktori të famshëm që po shkatërrohej nga brenda. Kështu që ajo thjesht u ul pranë tij dhe qëndroi në heshtje. Ndonjëherë, heshtja është gjëja më e mirë që mund t'i ofrojmë dikujt që po vuan.
Por kishte diçka tjetër që Fatima e dinte, diçka që ajo nuk ja kishte treguar askujt deri tani. Në vitin 1980, ajo pa një takim që ndryshoi gjithçka. Ishte një natë e ftohtë dimri, dhe Bekimi kishte ardhur në hotel me një burr që Fatima nuk e kishte parë kur më parë. Ky burr mbante një portofoll të zi dhe kishte një shprehje të ashpër në fytur. Ata hynë në një dhomë dhe mbyllën derën. Fatima, që po pastronte dhomën gjitur, dëgjoi zëra të lartë, jo bërtima, por një lloj tensioni që e bënte ajrin të rëndë. Ajo nuk donte të dëgjonte, por muret ishin të holla dhe fjalët kallonin. Ti nuk mund ta mbash këtë sekret për gjithmonë, thoshte burri i panjohur. Njerëzit po fillojnë të dyshojnë, dhe kur ata zbulojnë, nuk do të jetë vetëm karriera jote që do të shkatërrohet, do të jetë gjithçka. Bekimi u përgjigj me një zë të lodhur. Unë e di, por çfarë mund të bëj? Nëse e them tani, do ta shkatërroj atë, dhe unë nuk mund ta bëj këtë. Burri i panjohur doli nga dhoma pas një ore dhe Fatima e pa duke ecur me hapa të shpejt drejt daljes. Ajo hyri të pastronte dhomën dhe gjeti Bekimin ullur në skajin e krevatit me kokën në duar. Në tavolinë kishte një dokument, një kontratë ose diçka e ngjashme dhe një stilolaps të hedhur për bri. Fatima nuk e lexoi dokumentin, por pa nënshkrimin e Bekimit në fund. Çfarë kishte nënshkruar ai atë natë? Çfarë marrëveshje e kishte bërë për të mbajtur sekretin e tij të sigurt? Ajo nuk e dinte atëherë dhe nuk e di as tani. Por ajo e di se pas asaj nate, Bekimi nuk erdhi më në hotel për 6 muaj. Dhe kur u kthye, ai ishte një njeri tjetër, më i heshtur, më i mbyllur, më i largët. Fatima tregoi se si, në vitet e fundit të jetës së Bekimit, ai filloi të sillte Emirin në hotel. Jo më si një fëmijë të vogël që duhej të fshihej, por si një të rritur që kishte të drejtën të ekzistonte. Herën e parë që i pash bashkë pas kas vitesh, tregonte ajo, mendova se po shija një pasqir. Emiri kishte të njëjtët sy si Bekimi, të njëjtën mënyrë të ecjes, të njëjtën shprehje kur mendonte tell. Dhe Bekimi e shikonte me një përzierje krenarie dhe pikëllimi që më theu zemrën. Ai ishte krenar për djalin që kishte rritur në hije, por i pikëlluar për kohën që kishin humbur. Ata u lëshim në domën e hotelit dhe flisnin për oshtë të tëra, jo si baba dhe birë që njiheshin mirë, por si dy të huaj që po përpiqeshin të ndërtonin një urë mbi një humner 25 vjeçare. Fatima i dëgjonte ndonjëherë nga korridori dhe çdo fjalë që kapte ishte e mbushur me dhimbje dhe me dëshirën për të shëruar atë dhimbje. Por jo të gjithë në hotel ishin të kënaqur me këtë situatë. Kishte një menaxher të ri, një burr ambicioz që kishte dëgjuar tasheteme për Bekimin dhe që pa një mundësi për të përfituar, ai filloi të mblidhte prova, fotografi të fshehta, kopje të regjistrave të domave, dëshmi nga punonjës të tjerë. Qëllimi i tij ishte të shes këtë informacion te gazetat, të bëj para nga skandali, por Fatima e zbuloi planin e tij. Një natë ajo hyri në zyrën e tij dhe mori të gjitha dokumentet që ai kishte mbledhur. Pastaj shkoi te Bekimi dhe ja tregoi gjithçka. Ai donte të shkatërroj, i tha ajo, por unë nuk mund ta lejoja, jo pas gjithçkaje që ke kalluar. Bekimi e shikoi me një mirënjohje që nuk kishte fjalë. Ai e dinte se Fatima kishte rrezikuar punën e saj, ndoshta edhe më shumë për ta mbrojtur. Dhe në atë moment ai kuptoi se kishte njerëz që e mbështesnin, jo për famën e tij, por për humanitetin e tij. Menaxheri u largua nga hoteli brenda një jave. Askush nuk e dinte saktësisht pse. Disa thonë se Bekimi përdori lidhjet e tij për ta detyruar, të tjerë thonë se ai u friksua nga pasojat ligjore, por rezultati ishte i njëjtë, sekreti mbeti i sigurt për pak kohë më. Megjithatë, Fatima e dinte se kjo nuk mund të vazhdonte përgjithmonë. Sekretet kanë një mënyrë për të dalë në dritë, pavarësisht sa fort përpiqemi t'i mbajmë të fshehura. Dhe ajo kishte të drejtë, sepse vetëm disa vjet më vonë, testamenti i Bekimit do të hapte kutinë e Pandorës, dhe gjithçka që kishte qenë e fshehur do të bëhej publike. Por deri atëherë, Fatima vazhdoi të mbante sekretin. Ajo vazhdoi të pastronte dhomat, të ndëronte çarçafët, të hidhte në kosh letrat e grisura, dhe çdo herë që e bënte, ajo mendonte për Bekimin dhe për peshën që ai mbante mbi shpatulla. Tani në moshën 82 vjeç, Fatima vendosi se ishte koha të fliste. Jo për të shkatëruar kujtimin e Bekimit, por për të treguar anën tjetër të historisë, anën që askush tjetër nuk e dinte. Kuot 53, tha ajo, duke mbyllur çantën me fotografi. Ajo u ngrit nga kariga dhe doli nga hoteli duke lënë pas fotografitë dhe kujtimet. Por pyetja mbeti në ajër. A mund të gjykojmë një njeri për zgjedhjet që bëri në një kohë kur bota nuk ishte gati të pranonte dashurinë e tij? Në vitin 1992, pak muaj para se Bekimi të largohej nga kjo botë, ai shkroi letrën e fundit për Emirin. Kjo letër ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat, nuk ishte fajsi, nuk ishte shpjegime të gjata, nuk ishte premtime të pambajtura. Ishte thjesht një përshëndetje nga një baba që e dinte se koha e tij po mbaronte.
Shkruante ai. Kjo letër u gjet në kutinë që Emiri mori nga testamenti, dhe kur ai e lexoi, diçka në të u shërua. Jo plotësisht, disa plag janë shumë të thella për të shëruar plotësisht, por mjaftueshëm për të vazhduar përpara. Emiri vendosi të vizitoj hotelin ku babai i tij kishte kaluar aq shumë kohë. Ai donte të shihte vendin ku bekimi kishte qenë më i vërtet, më i pambrojtur, më njerëzor. Kur arriti, recepcionistja e re nuk e njihte, por kur ai ta emrin e tij, ajo thiri Fatimen, që ende punonte atje, edhe pse tani vetëm disa orë në javë. Fatima zbriti nga kati i dytë, duke mbështetur në një shkop, dhe kur e pa Emirin, sytë ju mbushën me lot. Ti je shpirti i tij, tha ajo, duke e përqafuar. Çdo gjë në ti më kujton atë. Ajo e çoi Emirin në dhomën ku bekimi kishte qëndruar më shpesh, dhoma numër 23, një dhomë e vogël me një dritare që shikonte drejt një kopshti të vjetër. Këtu ai ulej dhe shkruante letrat për ty, tregoi Fatima. Këtu ai qante kur ndjehej i vetmuar, dhe këtu ai gjeti forcën për të vazhduar edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Emiri ul në skajin e krevatit dhe përpiqej të imagjinonte babain e tij në atë dhomë. Përpiqej të ndjente praninë e tij, të kuptonte se çfarë kishte menduar, çfarë kishte ndjer. Dhe për një moment, ai mendoi se e ndjeu. Një ngrohtësi të lehtë, një paqe të vogël që e mbushi dhomën. Ndoshta ishte vetëm imagjinata e tij, ndoshta ishte diçka më shumë. Por pavarësisht se çfarë ishte, ajo e bëri të ndjehej më afër babait të tij se sa kishte ndjerë ndonjëherë. Faleminderit, i tha ai Fatimës duke e kapur dorën e saj të rrudhur. Faleminderit që e mbrojte, faleminderit që nuk e gjykuat, faleminderit që tani më treguat të vërtetën. Fatima buzëqeshi, një buzëqeshje e lodhur por e sinqert. Unë nuk bëra asgjë të veçantë, tha ajo. Thjesht bëra atë që çdo njeri me zemër do të bënte. Dhe tani ti duhet të bësh të njëjtën gjë, të jetosh jetën tënde pa fajsi, pa turp, pa u fshehur, sepse kjo është ajo që babai yt do të kishte dashur për ty. Kur Emiri u largua nga hoteli atë ditë, ai ndjeu se një kapitull kishte mbyllur. Jo kapitulli i dhimbjes, ai do të mbetej gjithmonë, në një formë apo në një tjetër, por kapitulli i pyetjeve pa përgjigje. Tani ai e dinte se çfarë kishte ndodhur në ato doma hoteli. Ai e dinte se si babai i tij kishte luftuar për ta mbrojtur. Ai e dinte se kishte njerëz si Fatima që kishin qenë dëshmitar të heshtur të një dashurie që bota nuk e kuptonte. Dhe kjo njohje ishte një dhuratë. Një dhuratë që ja kishte dhënë një grua e moshuar që kishte mbajtur një sekret për 40 vjet vetëm për ta treguar në momentin e duhur. A mund të fallësh një baba që të fsheh? Po. A mund të kuptosh se heshtja e tij ishte mënyra e tij për të dashur? Po. A mund të vazhdosh përpara duke ditur se edhe pse ai nuk ishte perfekt, ai bëri më të mirën që mundi? Po. Dhe kjo është gjithçka që një bir mund të kërkojë nga një baba. Jo për sosmëri, por përpjekje. Jo mungesë gabimesh, por dashuri që mbijetoj edhe gabimet. Në një arkiv shtetëror në Beograd, në vitin 1998, një arkivist i ri gjatë inventarizimit të dokumenteve të vjetra, gjeti një zarf të vullosur me vullën e Ministrisë së Kulturës së Jugosllavisë. Brenda kishte një listë emrash, artist, aktor, regjisor, dhe pranë çdo emri kishte shënime të shkurtra me shkronja të kuqe. Pranë emrit të Bekim Fehmiut kishte shkruar: nën mbikëqyrje, kontakte të dyshimta, rrezik për imazhin shtetëror, të monitorohet çdo lëvizje. Ky dokument zbulonte një të vërtetë që askush nuk e kishte diskutuar publikisht. Bekimi nuk kishte qenë thjesht një aktor i famshëm që kishte zgjedhur të fshehë një pjesë të jetës së tij private. Ai kishte qenë në presionin e një sistemi që i kontrollonte çdo frymëmarrje, çdo takim, çdo vendim. Shërbimi sekret e kishte ndjekur për vite, duke mbledhur dosje mbi jetën e tij private, duke kërcënuar se do ta shkatronin nëse nuk respektonte rregullat e heshtura. Çfarë do të thoshte kjo për historinë që mendonim se e dinim? Çfarë do të thoshte kjo për zgjedhjet që Bekimi kishte bërë? A ishte ai vërtet i lirë të zgjidhte, apo ishte thjesht një kukull në duart e një sistemi që nuk falte asgjë? Emiri mori lajmin për këtë dokument përmes një gazetari investigativ që po hullumtonte për regjimin e vjetër jugoslav. Gazetari e kontaktoi dhe i tha: "Babai juaj nuk ishte vetëm një baba që fshihte një sekret. Ai ishte një njeri që jetonte në kërcënimin konstant të shtetit. Çdo herë që ai shkonte në Sarajev, kishte njerëz që e ndiqnin. Çdo herë që takonte Amirën apo ju, kishte raporte që shkruheshin. Dhe çdo herë që ai mendonte të fliste publikisht, i kujtohej se karriera e tij, liria e tij, madje edhe jeta e tij vareshin nga heshtja e tij." Emiri dëgjoi këto fjalë dhe ndjeu një peshë të re mbi shpatulla. Jo peshën e fajsisë, por peshën e të kuptuarit. Babai i tij nuk ishte qenë thjesht një frikacak. Ai kishte qenë një njeri që luftonte kundër një sistemi që e detyronte të zgjidhte mes dashurisë dhe mbijetesës.
Dhe ai kishte zgjedhur të mbijetonte, jo për veten e tij, por për Emirin. Dokumenti zbuloi edhe diçka tjetër. Emrin e njeriut që kishte qenë përgjegjës për monitorimin e bekimit. Quhej Radovan Kostić, një oficer i lartë i shërbimit sekret, një njeri që kishte ndërtuar karrierën e tij mbi shkatërimin e jetëve të tjerëve. Radovan kishte qenë ai që kishte organizuar ndjekjet, që kishte mbledhur fotografitë, që kishte shkruar raportet që mbaheshin në dosjet e fshehta. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte qenë ai që kishte takuar Bekimin në ato dhomë hoteli në vitin 1980. Takimi që Fatima kishte dëgjuar. Takimi ku Bekimi kishte nënshkruar një dokument që askush nuk e kishte parë kurrë. Çfarë kishte qenë ai dokument? Gazetari investigativ kishte një teori. Mendoi se ishte një marrëveshje. Radovan i ofroi Bekimit një zgjedhje, ose të fliste publikisht për Emirin dhe të shihte karrierën e tij të shkatërohej, ose të heshte dhe të vazhdonte të jetonte në mbikëqyrje. Bekimi zgjodhi heshtjen, por çmimi ishte i lartë. Ai duhej të raportonte çdo lëvizje të tij, të pranonte që jeta e tij private të monitorohej, të jetonte me frikën konstante se një ditë, nëse bënte një gabim, gjithçka do të dilte në dritë. Emiri vendosi të kërkonte Radovanin. Ai donte të shihte fytyrën e njeriu që kishte bërë jetën e babait të tij një ferë të heshtur. Pas disa javësh kërkimi, ai zbuloi se Radovan ishte ende gjallë, një plak 85 vjeç që jetonte në një apartament të vogël në periferi të Beogradit, i harruar nga bota, i braktisur nga sistemi që dikur e kishte shpërblyer për mizoritë e tij. Emiri shkoi në atë adresë një mëngjes të ftohtë dimri. Kur Radovan hapi derën, ai ishte një hije njeriu që kishte qenë dikur, i dobët, me sy të thelluar, me një koll që e tronditej tërë trupin. Por kur pa Emirin, diçka në sytë e tij ndryshoi. Ai e njihte atë fytyrë. Ti e djali Bekimit, tha ai me një zë të thyer. Unë e dija se një ditë dikush do të vinte. Emiri hyri në apartament pa u ftuar. Ai nuk ishte ardhur për të qenë i sjellshëm, ai kishte ardhur për përgjigje. Pse e bëre? Pyeti Emiri, duke qëndruar në mes të domës së vogël që mbante erën e plakjes dhe të pendimit. Pse detyrove babain tim të jetonte kështu? Çfarë të kishte bërë ai ty? Radovan ull në një karrige të vjetër dhe shikoi nga dritarja. Unë nuk bëra asgjë personale, tha ai pas një heshtjeje të gjatë. Unë thjesht bëja punën time. Në atë kohë, çdo njeri që kishte famë, çdo njeri që kishte ndikim, ishte një kërcënim potencial për shtetin. Dhe Bekimi ishte më shumë se i famshëm, ai ishte një simbol. Njerëzit e adhuronin. Dhe kur njerëzit adhurojnë dikë, shteti duhet ta kontrollojë atë dikë. Kështu funksiononte sistemi. Unë nuk e shpika atë, unë thjesht e zbatova. Emiri ndjeu një zemrim që e dogi nga brenda. Ti e detyrove atë të braktis birin e tij. Ti e bëre atë të jetoj me fajsi për 25 vjet. Ti i more atij mundësinë të ishte një baba i vërtet. Dhe tani më thua se ishte thjesht puna jote? Radovan ktheu kokën dhe e shikoi Emirin me sy që mbaheshin të lodhur nga pesha e së kaluarës. Po, tha ai, ishte thjesht puna ime, por kjo nuk do të thotë se nuk më hauntet. Çdo natë unë shoh fytyrat e njerëzve që shkatërova. Shoh Bekimin duke qarë në atë dhomë hoteli. Shoh gruan e tij duke më lutur të mos e shkatëroj. Shoh ty, një fëmijë që u rrit pa një baba, sepse unë vendosa se kështu duhej të ishte. Ve çdo natë pyetja me ha gjallë. A vlente? A vlente të shkatëroja jetë për të mbrojtur një sistem që në fund u shemb gjithsesi? Emiri nuk ishte pritur këtë përgjigje. Ai kishte pritur mohim, justifikim, mbrojtje. Por në vend të kësaj, gjeti një njeri të thyer nga pendimi, një njeri që kishte jetuar me pasojat e veprimeve të tij dhe që tani në fund të jetës po përpiqej të gjente një lloj paqeje që nuk do të vinte kurrë. Çfarë ishte ai dokument që babai im nënshkroi? Pyeti Emiri duke ullur zërin. Radovan mori frym thellë. Ishte një marrëveshje heshtjeje. Ai pranoi të mos fliste kurrë publikisht për ty, të mos të njihte zyrtarisht, të mos të përfshinte në jetën e tij publike. Në këmbim, ne premtuam se nuk do ta shkatëronim karrierën e tij, se nuk do ta burgosnin, se nuk do ta detyronim të largohej nga vendi. Por më e rëndësishmja, ne premtuam se nuk do të preshnim ty. Sepse kjo ishte frika e tij më e madhe. Jo se do të humbas famën, por se ne do të bënim ty një shembull. Do të merrnin nga nëna jote, do të dërgonin në një jetimosh shtetëror, do të rrisnin si një armik të shtetit. Dhe ai nuk mund ta lejonte këtë. Kështu që nënshkroi dhe jetoi me atë vendim deri në ditën e fundit. Emiri ndjeu se gjunjët i lëshoheshin. Ai u ull në dysheme dhe mbajti kokën në duar. Gjithë këto vite, ai kishte menduar se babai i tij kishte zgjedhur famën mbi të, por e vërteta ishte shumë më e ndërlikuar, shumë më e dhimbshme.
Ku është ai dokument tani? Pyeti Emiri. Radovan tundi kokan. U dog. Pas rënies së regjimit, shumë dosie u shkatërruan. Njerëzit që kishin qenë në pushtet nuk donin që e vërteta të dilte, kështu që organizuan ndjegje masive të dokumenteve. Ai dokument ishte një nga mijëra që u kthyen në hi, por unë e mbaj mend çdo fjalë, çdo nënshkrim, çdo lot që Bekimi derdhi kur e nënshkroi. Emiri u ngrit dhe u drejtua nga dera, por para se të dilte u kthye dhe tha: "Ti mendon se pendimi yt të shpëton, por nuk të shpëton, sepse babai im vdiq duke mbajtur atë peshë, dhe unë u rrita duke jetuar me pasojat e vendimit tënd. Kështu që mos prit falje nga unë, mos prit paqe. Jeto me atë që ke bërë, ashtu siç babai im jetoi me atë që u detyrua të bënte." Ai doli dhe mbili derën pas tij, duke lënë Radovanin të ulur në atë dhomë të vogël të rrethuar nga hijet e së kaluarës. Pas kësaj takimi, Emiri kuptoi se historia e babait të tij nuk ishte thjesht një histori dashurie të fshehur. Ishte një histori mbijetese në një sistem që nuk lejonte dashuri, që nuk lejonte zgjedhje, që nuk lejonte humanitet. Bekimi nuk ishte qenë një hero perfekt, por ai kishte qenë një njeri që kishte bërë atë që mendoi se ishte më e mira në rrethana të pamundura. Ve tani, Emiri kishte një zgjedhje: të vazhdonte të mbante hidhrimin, apo të lirohej duke pranuar se babai i tij kishte dashur sa kishte mundur në mënyrën e vetme që sistemi ja kishte lejuar. Ai zgjodhi të lirohej, jo sepse ishte e lehtë, por sepse e dinte se kjo ishte ajo që Bekimi do të kishte dashur për të. Në vitin 2000, Emiri vendosi të shkruante një libër, jo një biografi të zakonshme, por një dëshmi për atë që do të thotë të jetosh në peshën e një sekreti që nuk e zgjodhe vetë. Ai e quajti letrat që nuk u dërguan kurrë. Dhe brenda tij, ai përfshiu jo vetëm letrat e babait të tij, por edhe historinë e Fatimës, dokumentet që zbuloi gazetari investigativ dhe madje edhe një kapitull për Radovanin, jo për ta justifikuar, por për të treguar se si sistemi shkatërronte jo vetëm viktimat, por edhe ata që zbatonin atë sistem. Libri u botua në vitin 2002 dhe shkaktoi një debat të madh. Disa njerëz e akuzuan Emirin se po përpiqej të fitonte para nga emri babait të tij. Të tjerë lavdëruan për guximin e tij për të treguar një të vërtetë që shumë njerëz nuk donin ta dëgjonin. Por për Emirin, opinioni i të tjerëve nuk kishte më rëndësi. Ai kishte treguar historinë e tij. Ai kishte nderuar kujtimin e babait të tij, dhe ai kishte gjetur një mënyrë për të jetuar me paqe me të kaluarën. Vitet kaluan, dhe Emiri ndërtoi një jetë që babai i tij nuk kishte mundur ta imagjinonte kurrë. Një jetë pa fshehje, pa frikë, pa presion për të qenë diçka që nuk ishte. Ai u martua, pati fëmijë, u bë një baba që ishte prezent, që nuk duhej të fshihej, që mund të ecte me fëmijët e tij në rrugë pa u friksuar se dikush do t'i gjykonte. Ve çdo herë që shikonte fëmijët e tij duke qeshur, ai mendonte për Bekimin dhe për atë që ai kishte sakrifikuar që Emiri të kishte këtë mundësi. Faleminderit baba, thoshte ai në heshtje. Faleminderit që më dhe jetë, edhe kur kjo do të thoshte që ti duhej të jetoje në hije. Faleminderit që më mbrojte, edhe kur kjo do të thoshte që ti duhej të vuaje. Dhe faleminderit që në fund guxove të më njihje, edhe kur ishte shumë vonë për të ndërtuar atë që të dy kishim humbur. Në vitin 2011, Emiri vizitoi varin e Bekimit për herë të parë. Ai kishte shmangur këtë moment për vite, sepse nuk e dinte se çfarë do të ndjente kur do të qëndronte përpara gurit që mbante emrin e babait të tij. Por tani ai ishte gati. Ai shkoi në një mëngjes të qetë pranvere, kur varrezat ishin bosh dhe vetëm tingujt e zogëve mbushnin ajrin. Ai qëndroi përpara varrit dhe lexoi mbishkrimin. Bekim Fehmiu, aktor, baba, njeri. Fjalët ishin të thjeshta, por ato mbanin një peshë që vetëm Emiri mund ta kuptonte plotësisht. Ai vendosi një buqet lulesh të bardha, të njëjtat lule që Bekimi kishte dërguar në funeralin e Amirës, dhe ul në bar pranë varrit. Unë erdha, tha ai me zëtullet. Më mori kohë, por erdha. Dhe dua që të dish se unë nuk jam më i zemruar, nuk jam më i plagosur, jam thjesht mirënjohës. Mirënjohës që më dhe jetë, mirënjohës që më mbrojte, dhe mirënjohës që më lëre ato letra, sepse ato më treguan se ti më doje edhe kur nuk mund ta tregoje. Ai qëndroi atje për orë të tëra, duke folur me babain e tij sikur ai ishte atje, duke i treguar për jetën e tij, për fëmijët e tij, për librin që kishte shkruar. Dhe për një moment, ai ndjell një paqe që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Një paqe që vinte nga pranimi, nga faljes, nga kuptimi se dashuria nuk është gjithmonë e përsosur, por është gjithmonë e vërtetë. Kur u ngrit për të ikur, ai shikoi mbrapa një herë të fundit dhe tha: "Pushim të qetë, baba, ti e meritove." Dhe me këto fjalë, ai mbili një kapitull që kishte qenë i hapur për 50 vjet. Sot, historia e Bekim Fehmiut dhe Emir Fehmiut është një pjesë e trashëgimisë kulturore të Ballkanit.
Ajo mësohet në shkolla si një shembull i asaj se si sistemet politike mund të shkatërrojnë jetë personale. Ajo diskutohet në debate si një pyetje morale. A mund të gjykojmë një njeri për zgjedhje që bëri nën presion? Ajo frymëzon artist, shkrimtar, kineast që duan të tregojnë histori për dashurinë që mbijetoi edhe kur gjithçka ishte kundër saj. Por për Emirin, ajo nuk është një histori për të tjerët. Ajo është historia e tij, historia e një djali që u rrit pa një baba, por që mësoi se dashuria e atij babai ishte reale edhe kur ishte e fshehur. Dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Miqtë e mi, si e shihni ju historinë e Bekim Fehmiut? A ishte ai një hero që sakrifikoi lumturinë personale për të mbrojtur birin e tij ndaj një sistem mizor? Apo ishte thjesht një njeri që bëri zgjedhje të vështira në rrethana të pamundura? A mund të falim një baba që na fsheh për 25 vjet, ku zbulojmë se ai e bëri këtë për të na mbrojtur? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na intereson të dimë nëse kujtimi i Bekim Fehmiut jeton ende në qytetin tuaj, në familjen tuaj, në zemrat tuaja. Vendosni një pëlqim nëse kjo histori ju preku dhe abonohuni në kanal që të mos humbisni histori të tjera të vërteta që meritojnë të tregohen. Sepse në fund të gjithë kemi sekrete, të gjithë kemi zgjedhje që na hauntet, dhe të gjithë meritojmë të kuptohen, jo vetëm të gjykohen.